Virtyti i 8. Ai, Aliu, është me Kuranin dhe Kurani është me të. Hakimi i përcjell në librin e tij me zinxhir transmetimi nga Thabiti Meulai Ebu Dherrit se ka thënë: Isha me Imam Aliun, Allahu qoftë i kënaqur me të, në luftën e Xhemelit, kur pash Aishën teksa qëndronte, më lindi një ndjenjë siç u ndodh të gjithë njerëzve në përgjithësi, por Allahu më largoi atë ndjenjë në kohën e namazit të drekës. Luftova bashkë me prijesin e besimtarve, pasi përfundoi lufta u ktheva në Medine për të takuar Ummu Selemen. I thash se nuk kisha ardhur as për t'i kërkuar ushqime as pije, i thash se jam Meulai Ebu Dherrit, më pas ja sqarova ndjenjën që më kaploi. Ajo më pyeti se ku isha, teksa ndjeva diçka të tillë, i thash që Allahu ma bëri të mundur ta heq këtë ndjenjë në kohën e drekës. Shumë mirë, më tha, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të thotë: Aliu është me Kuranin dhe Kurani është me Aliun. Ata nuk do të ndahen nga njëri tjetri deri kur të takohen me mua te burimi i Keutherit. Hakimi në librin e tij thotë se ky hadith ka një zinxhir të saktë transmetimi. Këtë mendim e përkrah edhe Dhehebiu. Shikojmë se ky hadith ka shumë ngjashmëri me hadithin më lart: Imam Aliu është me të drejtën dhe e drejta është Kurani. Pra Imam Aliu është me Kuranin dhe Kurani është e drejta. Secili prej këtyre haditheve është i saktë në vetvete, por kur ata bashkohen e përforcojnë akoma më shumë njëri tjetrin.